Mirë dita, jemi në datën 10 mars 2025 në lidhje me Xhafer Sadikun, studiusin e historisë, të historisë otomane veçanërisht të periudhës pavarësisë, njeri i palodhur për të gërmuar për të vërteta historike, ndërkohë edhe një gërmues përsa i përket dhe krimeve të sistemeve ndryshme, të regjimeve ndryshme, veçanërisht regjimit periudhës komunizmit. Xhafer, mirëmbrëma. Përshëndetje Vladimir, mirëmbrëma. Po e fillojmë këtë video, Xhafer, për të diskutuar për aktualitetin si gjithmonë, por në lidhje me zgjedhjet që po afrohen të datës 11 maj. Zgjedhjet politike në Shqipëri, zgjedhjet parlamentare. Tani, unë isha në Shqipëri, qëndrova gati 20 ditë dhe bëra një xhiro për takuar edhe njerëz dhe përfaqësues njerëz të partive, me thënë drejtën, duke parë dhe a do gjeja ndonjë hapësirë në mënyrë që të merrja pjesë dhe vetë direkt Xhafer për zgjedhjet, pavarësisht se sa njohin shqiptarët, por domethënë duke pasur parasysh që tu në Romë, sido që tjetë, ne kemi bërë diçka që ka mbetur në mendjen e njerëzve, të paktën në Itali. Domethënë, janë bllokuar rrugët e Romës me vite të tëra për të luftuar aq sa kemi mundur natyrisht për drejtat e shqiptarëve, të emigrantëve. Dhe janë arritur rezultate. Njerëzit në Romë dinë dhe unë duke u mbështetur te kjo doja që të merrem pjesë. Nuk arrita dot aty sepse asku nuk gjeta dot hapësira. Edhe mora një iniciativë të shpejtuar për të mbledhur, për të futur si pavarur, por që nuk e arrita dot firmat, sepse arritën deri në 800 firma, që më i dhanë kryesisht emigrantët, për të më mbështetur si kandidaturë pavarur, pastaj pas që nuk e arrija dot dhe ditët po afronin, kështu që lash. Kjo është sa për filluar për të thënë që jemi në kontakt me atë që po ndodhën Shqipëri përsa i përket zgjedhjeve. Unë kam gjithmonë atë dhe ta bëj edhe ty këtë pyetje, si pyetje të parë, sepse kam një dyshim, Xhafer, për situatën në cilën ndodhemi, që ekziston akoma probabiliteti që zgjedhjet mos zhvillohen, dhe pse mungojnë 2 muaj gjithsej, gjë që njerëzve mund t'i duket si një marrëzi, por duke qenë i fizikës, jam duke studiuar mekanikë kuantike gjatë kësaj kohe dhe në mekanikë kuantike, Xhafer, kur ke atë gotën të mbushur me ujë, ajo është mbushur për gjysmë gota, por në mekanikë kuantike ekziston probabiliteti që uji të derdhet. Dhe pse ajo është për gjysmë ujë, ndërsa në mekanikën klasike, domethënë është ky parimi i papërcaktueshmërisë në bazë se po bëj çik fizik. Baza e mekanikës kuantike është papërcaktueshmëria dhe në bazën e papërcaktueshmërisë pastaj interpretohet që përdesë ka një papërcaktueshmëri çdo ngjarje, çdo gjendje ka probabilitetin e vet. Ka vend edhe ka probabilitet ajo që në pamje të duket e pamundur. Kështu që unë mendoj që ka një probabilitet që zgjedhjet të mos zhvillohen mbi bazën e atyre faktorëve që unë mbështet që marr parasysh, jo dhe nga nxjerr të konkluzion, Xhafer. Jo siç se shqiptarëve, Xhafer, ju pëlqen që të duken në përgjithësi dhe kjo është një defekt shumë i madh, shumë i madhsi, dhe është një defekt shumë i madh dhe ne e paguajmë edhe në politikë. Politika jonë e paguan shumë të fodullëkun që kanë shqiptarët që e mbivlerësojnë veten e tyre, ju duhet të dieni kush e di kush është krahasim me tjetrin. Edhe shqiptarë që, pastaj se do bëj një video vetë për këtë, që thonë dhe po ta vësh re, shqiptarët kanë qef që të hiqen si urdin sekrete, nëse ke parasysh. Do ndodhi kjo gjë dhe e di unë se kam një sekret, kam informacion, po ku e ke gjetur informacion? E di unë e gjetur informacion. Ju pëlqen kjo nga që kanë patur qef të bëjnë spione në kohën e sigurimit të shtetit dhe vazhdon për inerci ky mendim
Keni ka raste sa se s'do t'i përmet me emra që thonë sikur janë miq me Trumpin, sikur janë miq me Salvinin, me Giorgia Melonin, kujduni kanë në njohje shumë të afërt, janë miq të tyre dhe po të duan ata të ndihmojnë Shqipërinë, zgjidhin kujdoni, nuk kapem nga këta, kapem nga disa faktorë. Xhafer kryesisht mbi faktorin gjeopolitik ndërkombëtar. Domethënë me evolimin e Ukrainës, të them që mund të ketë probabilitet, sepse ndeshen shumë interesa, të cilat e ke parasysh kur nuk zgjidhen në mënyrë diplomatike, fillon lufta. Dhe me sa duket këto interesa, siç e mendoj unë, këtë pyetje pas do të kthej ty dhe nuk do flas më. Këto interesa me sa duket, sipas asaj që mendoj unë, do kenë shumë vështirësi që të gjendet një emëruesi përbashkët, që të kenë si emërues përbashkët zgjedhjet, që kemi këto kontradikta, por s'ka problem. I zgjidhim duke bërë zgjedhje 11 majt, ca majta sot djathtas që të kënaqen gjitha këto interesa të këtyre forcave që janë mbrapa politikanëve natyrisht, se politikanë do të them gjithmonë që janë një farë mënyrë janë aktorë dhe janë kukulla. Por që këto forca tani në këto momente më duket sikur kanë shumë vështirë që të bien dakord me njëra tjetrën, se duket si konspirative, dhe të cilat kanë përshtypjen që forca që janë shumë të rëndësishme zbesojnë që zgjedhjet mund sillin një zgjidhje në favorin e tyre. Atëherë, rrugë që do kenë është të sabotojnë këto zgjedhje, të gjejnë një mënyrë për mos u bërë, dhe të bëjnë një qeverisje teknike, ku të qeveria teknike pastaj futen që të gjithë bashkë, kujt nuk mund të bëjnë marrëveshje. I bëjnë më mirë vetë këto marrëveshje se sa t'ja u caktojnë njerëzve me votën. Kjo është mendimi im, Xhafer, ka qenë një ndër arsyet që unë dhe fillova mbledhjen e filmave vonë, sepse kam qenë gjithmonë me këtë dilemën, bëhen apo s'bëhen. Jo që të bëjmë parashikime. Ti, ke ndonjë dyshim që mund të mos bëhen zgjedhjet si pyet papat me këtë? Po, atë që të qenë edhe në Shqipëri gjithë çdo ditë aty. Po që të flasim për politikën shqiptare, për që hynde zgjedhjet janë ngjarjet më rëndësishme politike në 4 vjet, ne duhet njohim mirë shoqërinë shqiptare. Ju thatë për ka shumë njerëz dhe në Shqipëri që merren me teori konspirative, sigur din shumë çka, sigur din diçka, sigur. Po në fakt në fundit janë të paktë ata që din realitetin në Shqipëri. Edhe pse duket nuk ka asgjë të fshehtë, është gjithçka e hapur. Nuk ka asnjë gjë të fshehtë, nuk ka asnjë gjë, nuk ka nevojë për teori konspirative sepse nuk janë fare konspirative. Çfarë duhet të them këta? Që të njohim shoqërinë shqiptare, që të njohim politikën shqiptare, duhet njohim shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare dhe politika shqiptare, partitë politike në Shqipëri, ne mund të përdorim shumë terma, mund të përdorim shumë këndvështrime, mund të shikojmë nga këndvështrime të ndryshme politikë shqiptare, nga njerëzit që e përbëjnë, nga idetë etj. Por në thelb janë tre grupime në Shqipëri. Nëse mund të flasim kështu, nëse mund të definojmë kështu, mund të përcaktojmë kështu. Cila është? Janë mbështetësit e diktaturës së Enver Hoxhës, të Partisë së Punës së Shqipërisë. Ish antar dhe simpatizant të saj, mbështetës të Partisë Punës së Shqipërisë, që bëjnë diç më shumë se 1/3 e popullsisë shqiptare, pak më shumë se 1/3 janë ish antar të Partisë Punës së Shqipërisë, domethënë ishin diku tek afërsisht 150.000 komunistë. 150.000 komunistë përjashtoi një pjesë të vogël që u shkëput në 90-ën. Është një pjesë e vogël dhe e papërfillshme. Dhe Partia Socialiste sot është partia pjesë të Luiz Dot. Po, është partia e se sa është edhe njohur prej asaj atij regjimi. Partia Socialiste që këta kanë qejf ta quajnë Parti Socialiste, e quajnë Parti Socialiste se ai kriminali që ndërron identitetin, ndërron emrin, kriminali që të mos ta kapin, ta nxjerrin përpara përgjegjësisë, përpara ligjit për krimet që ka bërë. Për t'ia faturuar krimet e diktaturës së Enver Hoxhës. Për t'ia fakturuar popullit, Partia e Punës së Shqipërisë ndroi emrin dhe quajti Parti Socialiste. Dhe
Te ky person që drejton sot Partinë Socialiste. Po të ndërpres vetëm pak, Xhafer, kur bëjnë këto diskutimet e rutinë, zakonshme njerëzit, dhe takohet për shembull një njeri që ka vuajtur burgje, ka vuajtur persekutimin atë kohë, takohet me një familje të një sekretari të partisë, për shkak ose të një kryetari të këshillit, apo që kanë qenë për të komiteti e tjerë. Dhe e kam vënë re tek shumë njerëz që kanë qenë goditur, dhe ju them po mirë tani kjo kontradikt ka qenë e ashpër, them në atë kohë, nuk ka si të mbyllet fare. S'po them që të krijohet armiqësi, por jo që të harrohet, sepse një pjesë e njerëzve e kanë ngujtur rënd shtypjen e këtyre të tjerëve. Edhe vetë këta që kanë ngujtur, Xhafer, sepse është propaganda që ka futur në kokë, thonë tani sido që tjetë, neve thotë mbas 90-s kemi shkuar mirë me këta, e kemi parasysh i përdhunuarin me përdhunusin, se kështu i bie, dhe thotë kemi shkuar mirë sepse në fundit atëherë ajo kohë ishte. E nuk duhet të mbajmë tani marrëra se ajo ishte koha. Ajo ishte koha, jam dakord, por drejtësi nuk u bë, Xhafer. Atëherë, është kjo parti që ka më shumë se një treta e popullsisë ose të votuesve, është pak më shumë se një treta. 2/3 e popullsisë janë 1/3, sepse kështu i mbante Enver Hoxha, kështu e kontrollonte shoqërinë nëpërmjet këtyre përqindjeve që unë po them tani, dhe janë me shifra, pastaj janë edhe me shifra, por ne për të rënë shkurt, për të mos zgjatur shumë, është 1/3 që ka qenë e persekutuar kuptohet në masa të ndryshme. Për shembull, ju mund të bëjmë një llogari të thjeshtë. Janë rreth 30.000 burgosur politik. Pa futur këtu të internuar, po them ta, sikur nga 5 persona, 5 antar familje të kenë, i thonë 150.000 veta direkt, të persekutuar direkt. 150.000. Shto të internuarit pastaj shkojnë direkt, që kanë qenë të persekutuar direkt, rreth 200.000. A dolëm aty një lloj si komunistët e persekutuarët me shifra? Aty. Pjesa tjetër, kush janë? Pjesa tjetër janë të afërmit e ishte persekutuarve. Që media e sotme ka qef t'i quaj elektorati gri, thonë. Ke pasur elektorati gri? Nuk është elektorat gri, zotri. Janë të afërmit e ishte persekutuarve politik, të cilët përjashto vitin 92. Në të gjitha vitet e tjera janë bashkuar me kriminalët që u kanë vrarë të afërmit e tyre, që u kanë persekutuar të afërmit e tyre. Jemi të akord deri këtu? Po, pra. Atëherë. Marrim rastin e Majta, që quhet e Majta, po është partia pjesa me zezë e partisë Enver Hoxhës. Partia Socialiste e Shqipërisë është partia terroriste e kriminalëve të Enver Hoxhës. Ai që nuk është dakord me mua, të më dërgojë në prokurori dhe t'ia faktoj unë përpara gjykatës dhe në prokurorin gjykat me shifra. Dhe me emra po të duan dhe me emra. Tani, gjatë këtyre 30 vjetëve, e Majta, ose po themi amerikanët e Majtë, Sorosizmi, kanë operuar mbi të djathtë tradicional për mbi të persekutuarit. Kanë vepruar në mënyrë të fuqishme ndaj tyre, duke i goditur me dosje, dhe ata që s'kan pasur i kanë bërë me dosje, duke i korruptuar disa pjesë, i kanë studiuar ata kush është pjesa me korruptuar, kush janë individët më të korruptuar. Ata që si thoshin amerikanët ndonjëherë ose italianët në atë kohën e Fanorit e Fajkonistës, kush halekun. Ata i kanë studiuar mirë këta dhe i kanë bërë dhe kanë operuar mbi shoqatat e burgosëve politik. Nuk është rastësi që në vitin 97 një pjesë e atyre që morën armët kundër shtetit demokratik shqiptar ishin disa krerë të persekutuar politik. Me orgjina të Majta, ata nuk janë të djathtë, nuk janë konservatorë, po ti shikosh nga orgjina e tyre, ata kanë formim të Majt. I mbani mend kush ishin me tregishta që dolën në Vlorë. Që të gjithë ata ishin të Majt, të gjithë politikisht janë të Majt. Por sidoqoftë u operuan mbi të persekutuarit. E dyta,
u operua mbi Partinë Demokratike, që përfaqëson të djathtët. Është tjetër gjë, është as është. Është apo s'është. Sa është, sa nuk është. Çfarë idesh ka, çfarë programi ka, çfarë personazh ka, me se përfaqësohet e të tjerë, kjo është çështje tjetër. Po politikisht dhe simetrik, edhe në planin simetrik. E kështu është parti e djathtë. Është e djathtë, që duhet përfaqësohen këto djathtët, ose duhet përfaqësohen për qenë më i saktë. Atëherë u veprua mbi Partinë Demokratike. Dhe që na 93-shi, nëse u kujtohet me Partinë Alanca Demokratike, deri më sot janë krijuar shumë parti të djathtë nga Partia Demokratike. Qëllimisht për t'i marrë vota, për ta kafshuar si ajo bisha, si ajo zebra, si ato bishët, si ato hienat që të kafshojnë do të kafshojnë ku të mundi. Dhe ja kanë arritur që Partia e Punës së Shqipërisë, që duhet ishte përpara gjyqit, që duhet ishte në koshin e plerave të historisë. Jo vetëm që sot ka pushtetin, jo vetëm që po vjedh fondet, sepse tani po vjedh, nëse e themi më mbrapa pasaj, pse po vjedh, si po vjedh, çfarë po vjedh, është tjetër gjë, e themi, por që po vjedh parat publike, që ka krijuar strukturën të gjithë, si nuk e ka pasur as Partia e Enver Hoxhës, as Partia Punës nuk e ka pasur administratën në këto nivele. Nëse Enver Hoxha e kishte administratën 80% komunist, Partia e Edi Ramës, Partia e Enver Hoxhës, po që e drejton tani Edi Rama, e ka në masën 90%. 90% është e gjithë administrata e shtetit është antare e Partisë Socialiste. Patronazhista, quaj si duash, po janë ata. Pjesa tjetër e popullit punon, rropatet, paguan taksa, dhe pjesa komuniste që quhen socialist marrin parat e taksa paguesve shqiptar. Pjesa tjetër e elektorati i gri, që thamë që janë të afërmit dhe të përsekutuarve politik, ata votojnë për inerci, sepse ata i njohin të përsekutuarit, se të përsekutuarit në kohën e Enver Hoxhës, ata i lanë pa shkollë, ata i braktisën, të afërmit e tyre i braktisën përsekutuarit. Jam i saktë deri këtu. Ata i braktisën, nuk u vinin në shtëpi, edhe i linin pa varrosu, kur disën në njëri nga kushinjtë e tyre, Daja, Teza, Halla, ata i linin pa varrosu. Tanin qënd, nuk vinin ata. Sepse donin partinë ata më shumë se sa të afërmit. Ata donin partinë. Tani, ata duke qenë se të përsekutuarët mbetën dhe pa shkollë, i la pa shkollë komunizmi, nuk u dha shkollë, këtyre, këtë grive, këta grit, këtyre duket vetja sikur janë më të mençur këtyre. Janë më fodull. Këta është kategoria me ndyrë e shoqërisë shqiptare, sepse këta janë arrogant me ishte përsekutuarit dhe servil me komunistët. Gria. Ky është elektorati, ky është gria. Për ta saktësuar pak, Edi Rama i mblodhi ato të punojësit e Bashkisë Tiranës, i mblodhi në qendër të Tiranës. Nuk e di sa ishte numri aty punojësve të Bashkisë. Tani, ajo që të rezulton ty aq sa i në kontakt me njerëzit, për shembull, sepse unë nuk kam jetuar në vitet e demokracisë në Shqipëri, që kemi jetuar aty, ta kem bërë jetën e përditshme në Shqipëri. Xhafer, më shumë vi rrica ditë, por nuk është se vi përpunuar aty. Vi thjesht për problemet mia dhe kujton problemet tjera. Tani, por këtu e di këtu në Itali, e di, sepse nga që jo pse e di se jam mbyllur nga televizori, por edhe kam parë dhe konkretisht nga që kam luftuar shumë vite me shoqatën Iliria. Edhe kemi patur gjithmonë kontakte në për zyra të ndryshme, në për prefektura, questura, ministrira, tjera komuna, gjithmonë kishim dhe çfarë ndodh. Kur bën zgjedhjet, ai që ndryshohet është vetëm dirigjenti.
asnjë tjetër. Për shkak të themo zyra e migracionit në Rom. Momentin që bën zgjedhje politike, do ndryshojë dirigjenti, por vetëm dirigjenti, asnjë tjetër. Dhe kuestori, po themi, prefekti, por pjesa vetëm e dirigjencës, jo punonjësi, jo struktura teknike, s'ndryshon asgjë fare. Atëre. Në Shqipëri, për shembull, aktualisht nga 2013, siç të rezulton ty. Këto punojnë se shoh marrë Bashkinë e Tiranës, që donë aty në favor të Erion Veliajt. Tani, këta, duke qenë punojës bashkie për leveldinë e tyre personale, etj. Këta kanë qenë socialistë ose janë transformuar në të Partisë Socialiste tani këta njerëz. Sepse ky është problem. Ta sqarojmë mirë. Shndrohet në një lloj shteti autokrat me ta sqarojmë mirë këtë punë, ta sqarojmë mirë për ata 5 veta që na ndjekin. Të paktën të jenë 5 që ta dinë. E para. Unë e thash një herë që nuk ka Parti Socialiste, juridikisht ajo është Parti Socialiste sepse ashtu e ka emrin, ashtu është regjistruar. Pa ajo përbërja e saj është partia me zezë, partia kriminale e Meroxhës. E definuar, e ndarë nga Edi Rama dhe Erion Velia që kanë ndarë popullin shqiptar në ne dhe ata. E keni dëgjuar ne dhe ata? Administrata publike shqiptare ka vetëm emrin publike. Është administratë komuniste. E kthyer në mafioze. Është mafioze. Ka ndonjë kokër të persekutuar bini në një hafije, të i korruptuar deri në palc, që nuk e ka për gjë, t'i shëbej këtyre me zellin e qenit. Dhe duke qenë se kjo administratë, jo vetëm kjo administratë e bashkisë, Bashkia e Tiranës, po, se këtu janë gjithë këta në politikë, si thush. Jo, Vladimir, ta di njerëzit, le Bashkia e Tiranës. Bashkia e Tiranës është me kamira punësuar, i ka të gjithë mafios dhe komunist, ndërsa hidhut e Bashkia me humbur, Bashkia me humbur Shqipëri. Me humbura. Bashkia e Kërcyrës, në përmet. Bashkia e Kërcyrës në përmet, ka 12 vjetë kryetari i bashkisë, një mafiozi vogël, që mbrojnë deputetët e ish deputetët në mbrapa, janë ca deputet e ish deputet të zonës përmet Gjirokastër, Tepelen, asaj zona adej. E dyta, 12 vjetë kryetar bashkie, të gjithë punojësit e Bashkisë Kërcyrës. Të gjithë punojësit e bashkisë, janë të gjithë komunistë. Janë të gjithë mafiozë. Marim rastin e ushtërisë. Ushtëria shqiptare, zotëri. Ushtëria shqiptare. Jo, kjo ushtëri që i ka oficerët që vetëm han pilaf, ku të vjedhin në një garushde të ushtarëve. Kjo ushtëri i ka qenë të gjithë militant komunist oficerët. Oficerët e kësaj ushtërie janë militant komunist. Marrin policinë. E kemi parë policinë e Tiranës, policinë shqiptare. E tërë policia shqiptare është e tërë mafioze. E kalë burderi në palc, do më administrata publike shqiptare, shteti shqiptar. Është një organizatë thellësisht kriminale, thellësisht e korruptuar, dhe kryetari i Partisë Socialiste, që është kryeministri, është shumatorja e veseve të Partisë së Punës së Shqipërisë. Një arrogant i pashoq, një badakçi i pashoq, një mafioz i pashoq dhe një korruptuar i pashoq. Jo vetëm kaq, se sikur të ishte, po të ishte vetëm kaq, do ishte, hajde më po themi, se ajo partia është atë do ketë, se nuk do ketë në një burë të mirë aty, ose në një gratë mirë. Problemi qëndron se ky zotria luan me parulla, a e ke parë si luante 4 vjet më para, i thoshte me Haxhi Qamilin, të gjithë të tjerët, këta të djathtët që janë këta, patriotët shqiptarë që bën Shqipërinë, ky quan Haxhi Qamil ky. Ndërsa tani ka hedhur atë, ka hedhur atë që i quan Këneta e qena 12, e këtej e çfarë thot me 12, ke parasysh? Ai ja u thot troç këtyre hajvanëve që votojnë,
Ja u thot troq. Sa nuk u thot që ju jeni musliman. Edhe këta budallën që ka dhe hoxhallar që votojnë këtë maskara. Për kë ka fjallën e Xhaferit Zhapikët? Për kë ka dhënë fjalën? Për kë ka ky fjalën? Që mëndja e këtij nuk ka nevojë më fare se nuk ka nevojë fare, ky e ka thënë hapur fare dhe ky thot hapur fare, vetëm ata idiotët që s'kuptojnë gjë, se që janë ato në botën e çuditërave, këta s'kuptojnë gjë. Këta s'kuptojnë gjë. A ke parë se kë futi në burg, që i futi tani gjithë në burg ta? Se futi Pandelimaj, kër ata hajdutin e atyre, ata hajdutin e tankeve. Po Damian Gjiknurin, po Niko Peleshin, po Peleshin e Paleshin, se si fut ky? E shko si morën në ratin të Arben Ahmetaj me shok. Edhe Arben Malaj që flet tani ka filluar të flasë Arben Malaj, do ta dini më përpara këta torollakër. Ta dini mirë historinë e Shqipërisë se si është, ta dini mirë se cila është politika shqiptare. Kollaj është për të bërë deputet, deputet bën, nuk e ka problem, i bën deputetaj. I bën deputetaj. Se deputetët në ujë në mullinë ati, po edhe aja u ka zënë kokën me deri, fut në burg, kur dojë. E shko si e kapi përdeshi këtë kryetarin e Bashkisë Tiranës, e kapi përdeshi dhe futi atje. Për të thënë këtyre tutkunëve, që këtu zoti këti vëndi jam unë, jo ju. Prandaj dhe vota, që tani të kemi të vota, e bëra këtë panoramë një të përgjithshme se votat nuk kanë rëndësi fare votat, se si. Xhafer, me fjalë, administrata që Shqipërisë mund të ketë, pa parafroj numrin, nëse sigurisht s'është i saktë, po që është 100.000. Jo, janë të 200.000. Shumë që, 200.000. Po. Se nuk të dove si janë proporcion me 3-4 milion që janë në Itali. Të 200.000. Këto tani janë gjithë ushtarë të kësaj partie tani në përgjithësi. Ata hiq mund të heqësh janë privilegjuar sepse edhe pagat ja kanë rritur. Mund të heqësh 10%. Unë e thash, 90% janë militant Partisë Socialiste, Partisë Punës Shqipërisë. 10% i bie 20.000 veta. 180.000 të tjerët i ke ushtarë të bindur dhe do shkojnë në rresht për të votuar për Edi Ramën. Me parat tona, me parat ne jemi taksapagues. Ne shqiptare që jemi në Shqipëri. Xhaferit ishte me këtë dizavantazhin e 200.000 të votave që marrin këta. Po, 200.000. E ke neto 200.000. Plus 200.000 ke ushtarë të Partisë Socialiste, Partia e Punës së Shqipërisë, bashkë me të afërmit e tyre janë mbi 200.000. I ka 500.000 vota, i ka qenë fillim pa hyrë fare në zgjedhje. Po. 500.000 i ka pa hyrë fare. I ka qenë mëngjes. Ditën e zgjedhjeve në mëngjes ai ka 500.000 vota në neto. Pa filluar zgjedhje. Pa filluar zgjedhje. Pjesa tjetër varet, një pjesë janë, siç jeni ju emigrantë jashtë shtetit. Çfarë janë këta? Pastaj heqim 10% të persekutuar. Më shumë se aq, po themu 10% që ja ka marrë Partia Socialiste, i ka korruptuar nëpërmjet shoqatave, i ka korruptuar në emër të duke akuzuar që Berisha është komunist. Ke pasur komunist Berisha? Nga një anë thonë që Berisha është komunist, dhe nga ana tjetër votojnë për partinë që është 100% komuniste. Këtë e bëjnë ajo 10% që e të persekutuarve politikë, që janë futur kokë e këmbë në prerjen e atyre badakshime, të krimet në një kohë Vladimir Kosturi, që akoma dhe sot mas 35 vitesh nuk janë zhdëmtuar krimet e komunizmit që ka bërë mbi njerëzit. Dhe dyta, janë hapur dosje, është i temë me i qerë, po unë për këtë nga si ta them që shumë të persekutuar, do ta kuptojnë.
se shumë njerëz që nuk kanë që fare lidhje me sigurimin e shtetit, u kanë hapur dosje false. Asnjë nuk ka ngritur zërin të bëj një propozim, të kërkoj atë heqjen e titujve të kriminalëve të komunizmit. Dhe e dyta, asnjë nuk ka kërkuar nga shoqata të bëj vlerësimin, të kërkoj të organeve kompetente të bëj vlerësimin për figurave të ndritura që janë të persekutuara politikisht. Asnjë nuk e ka bërë. Asnjë ligj ekziston që mund ta bënte, nuk e ka bërë asnjë. Pse? Sepse i gënjejnë këta që ka pushtetin, ja ky që ka pushtetin. Ky mafios që ka pushtetin, unë druaj, paktën unë jam personalisht jam i bindur, po unë e druaj se ky do të marr edhe këtë radhë dhe herën tjetër. Derisa ta shfaros fare Shqipërinë. Këta të tjerë tani që për votat, që për futë edhe emrin aty në listë, për të marrë votë, për të marrë firma. Unë do të thosha, këta zotrinj që janë kandidat për deputet, ose deputet që janë ata, deputet në lista mbyllur apo, këta duhet ngrenë zërin për të shpëtuar Shqipërinë, nuk vetë fjala më tani se kush merr pushtetin. Nuk bëhet fjala se kush merr pushtetin. Bëhet fjala për të shpëtuar Shqipërinë, të shpëtojmë ç'mund të shpëtohet. Ç'mund të shpëtohet nga Shqipëria. Po që të shpëtohet diçka nga Shqipëria, duhet që ky kriminal me të gjitha mjetet e mundshme, ky duhet të rrëzohet, duhet t'i tregohet vendi. Këti banditi dhe tërë asaj bande, nuk është se është ky bandit vetëm. Është një bande tërë kriminalësh, unë përmend aca emra. A e keni parë të Panderi Majkon që ai flet një në 4 vjet, ai nuk flet kur është mandati 4 vjeçar. Ai nuk di se ç'është, ai thot njëherë jam gjerman, thot njëherë thot jam Maqedonas, njëherë thot nuk di se ç'është ai. Nga Kosova thot ai shumë. Njëherë nga Kosova, njëherë nuk e di se çfarë, don ky njeri, këta njerëz. Ta nuk di se shvet, dela i tjetri, është një meqo, ande nga Pogradeci nga është ai, thot dy gjyshet e mi thot ka qenë dëshmorë. Ata s'ka qenë fare dëshmorë, ata kanë qenë viktimat luftës. Po ja them unë ati Badakqiut, me që s'kisha mundësi të isha, se po t'isha në ekran ati, dhe thosha unë, po t'isha në studio. Ti thosha dhe emri, ti thosha ku e mbra, si e mbra. Tani këta të gjithë është një vorbuletër, po ta shikoni vetë, në studio televizive, kanë filluar tani dhe gati sa nuk rrihen. Ke pasur që gati sa nuk rrihen me njëri tjetrin? Se ata janë njerëz të një stani. Ai stana të bulmet ka, ata nuk kanë ide. Ata nuk artikulojnë ide, ata nuk artikulojnë në mënyrën e zgjidhjes së çështjeve, se si mund të zgjidhet kjo çështje. Nuk bën analizën e shoqërisë. Ne që të zgjidhim çështjet politike, do të zgjidhim çështjet e shoqërisë. Shoqëria kjo e majtë nga pikpamja ideologjike, edhe e majta shqiptare, është shumë e rrezikshme, se nga që më kujtove Panderi Majkon, këta kanë një diçka janë shumë të rrezikshëm, sepse është kudo kjo e majta globaliste, që nuk e respekton fare jetën e njeriut. Se e kam provuar në komunizëm, dhe brenda shtëpisë, vllai me vllajin, me motën, kanë arritur ka ideja e sakrificës, që të vritet kur vritet njëri për këtë, thjesht i numrojnë si numra, ose as si numra nuk i numrojnë. Se kam parasysh në rastin e Panderi Majkos, kam parasysh kur u mbytën ato shkodranët, ke parasysh në 2004 në Ania që ngelën dy gomona në Mesdetit, dhe unë i kam ndjekur atë ngjarje, bashkë me familjarët e viktimave, kam disa vite, kam qenë bashkë me ata, dhe ka qenë një nga këto, po i quaj admiral, nuk e di si quhen aty, tip oficeri me fjalë i rojës bregdetare, aty i marinës. Ai ka vdekur tani, Bektash Petoshati, ai ka patur kompetencat që të
për shpëtimin e emigrantë, për shpëtimin e njerëzve në vend. Edhe këta tani kanë nxjerrë, le që çështjen penale se hapën kurrë. Gjoja, domethënë, i kanë quajtur ata kanë ikur se nga që qenë ujërat, ishin kaluar ujërat territoriale dhe konsideroheshin si të arratisur tani. Kupton, një lloj ideje e komunizmit. Aty ishin 28 veta, humbën jetën 28 të arratisur sipas tyre. Edhe Kandeli Majko, këto e ka dëshmuar vetë me këta shpetëshati, e ka vdekur tani, këtë vit ka vdekur, pak muaj përpara, që ne i kishim të gjitha mundësit, thoshte ai, që t'i shpëtonim ata, mungon të thjesht karburanti, por dhe karburanti ne, po të na jepë urdhri, të ka pat probleme i që nga terë, është normale, Shqipëria ka patur mungesa furnizime, po ai prapë thoshte, si do që t'ishte, ne do t'a gjenim karburantin edhe vetë. Po s'na vinte urdhri nga Kandeli Majko që ka qenë ministri i mbrojtjes. Do vinte urdhri nga zyre këtia, dhe këta qëllimisht nuk e çonin urdhrin në këtij. Unë thash tani vdekur njerëzit atje me vendosë sa të pamëshirshëm. Në qoftë janë shumë të pamëshirshëm dhe populli i do. E kanë demonstruar 2 herë që janë pamëshirshëm. Dhe gjatë viteve të komunizmit dhe tani në vitet e demokracisë. To s'ka Shqipëri të njëri. Vladimir, unë thash me 2 fjalë. Po e përmbledh me 2 fjalë për sa thash. Socialistët, komunistët, majtistët, terroristët që janë sot në pushtet, që kanë qenë dje sot, pushtet, nuk fiton kurrë në Shqipëri, në qoftë se të afërmi tanë, e mi, që kanë qenë komunistë nuk votojnë për ata. Janë të afërmi tanë, të afërmi të persekutuarve politikë, që votojnë për komunistët, që komunistët po masakrojnë Shqipërinë, zotëri. Se në qoftë se këta, ajo pjesa gria, po e theme njëherë po e përsëris. Në qoftë se ajo gria nuk do votonte për komunistët, komunistët nuk marrin dot pushtetin në Shqipëri. Shqipëria shpëton. Xhafer, më ka çuditur ai Daud Gumeni, që ai ka qenë një 8 vjet në burg, nuk e di diçka të tillë. Edhe mi mbështetje e Tiranës patologjike. O zotri, ja i ladi i mirë se bërë. Daud Gumeni, të sqaroj njerëzit. Daud Gumeni, o zotri, nuk është i djathtë, le të ketë qenë në burg, është i majt. Daud Gumeni ka formim të majt, ka origjinë të majt, është i majt, është komunist. Ka qenë në burg, të thotë në njëri, por në burg ka qenë Fatil Paçrami. Në burg ka qenë Dashur Mamaqi. Militant komunist, në burg ka qenë Fatos Lubonja. Janë të majt ata zotëri. Po Todi Lubonja. Spatangjela, Todi Lubonja, Fatos Lubonja. Janë të gjithë të majt. Spatangjela që prokurori komunistëve. O zotëri, janë të majt ata, o zotëri, nuk kanë lidhje me ata me të djatër. Ata mund të kenë qenë në burg, kanë qenë në burg, po janë të majt ata, nuk janë të djatë, o zotëri. E djata është konservatorizmi, ore zotëri. Ta ndaj mirit e ka qenë i persekutuar. Çfarë persekutuar ka qenë? Punë e madhe si ka qenë i persekutuar, është komunist. Ka qenë komunist. Ai ka qenë o shpallur armik brenda partisë, nuk qëti persekutuar. Po pra kanë qenë. Armik brenda partisë, spastroi partia. Spastroi partinë atë brenda partisë, ishte i ligjit spastrimi. Ata kanë qenë të majt. Shumë besnik ata. Pra nuk bëhet fjala për ata. Ata do shqiptarët që marrin vesh pak nga politika, duhet ta kenë qartë fare. Të ngrenë zërin e tyre të protestës përpara studiove të televizionit. Përpara studiove në televizionit, që kur të dalin Fatos Lubonja, Spatangjela, Daud Gumeni, të marrin në një tabel të madhe, ta ngrenë atje dhe t'i denoncojnë këta terrorizm. Se po marrin më qafë Shqipërinë, zotri. Këta hiqe sikur kanë qenë këta e djathtë. Po pra, që lidhje kanë ata me të djathtë? Nuk kanë lidhje me djathtën Daud Gumeni, o zotri. Daud Gumeni ka qenë këshilltari i presidentit të Republikës Recep Mejdanit, o zotri. Dhe fakti është Xhafer që këta me njërë ka qenë të parë që u bashkuar në shërbim të Sorosit. Po patjetër, kush i vuri ata? Kush i gjeti ata? Po Soros i gjeti, pra Sorosi përpara se të kapte Partinë Socialiste, Partinë e Punës së Shqipërisë. Ma bje, këta kanë qenë keqë, këta kanë qenë pjesa liberale e komunistëve. Pjesa liberale e komunistëve shumë e rrezikshme.
Po pra. Pjesa liberale, ose nga pjesa liberale e të majtës po vuajnë më shumë. Enver Hoxha ka qenë pak më human se sa Kiçongjela o zotri. Në një të burgosur që dënoni me vdekje, në një ka thënë ndoj fjallë Enver Hoxha, he më falen, hajde t'i falim jetën, lere më, hajde më e lemje. Ka thënë Enver Hoxha. Pas njëherë s'ka thënë Kiçongjela. Kur vran Abdyl Këllezin dhe Koçodhodosin, komunistët e bazës, organizatat bazë të partisë, kanë thënë në mbledhje. Abdyl Këllezi, Koçodhodosi, Kiçongjela kanë qenë bashkë. Pse këta dy vratë dhe Kiçongjelën e falet? Për çfarë arsye? Bravo. Ca njerëz e din pse e falen. Se ishte bashkëpunëtori aty që i hëngrën kokën në Nagospirut. Po a them unë tani publikisht. Shumë... A me shqiptarët, prandaj në thelb, Vladi, në thelb, për ta mbledhur dhe një, sepse thash dhe një, janë 3 parti. Mund të ndajnë në 300 ato, po 3 janë. Komunistët, e Partia Socialiste, Partia Enver Hoxhës, Partia Komuniste, Partia Punës së Shqipërisë, Partia Socialiste 1, Enver Hoxha, Ramiz Alia, Fatih Osmano dhe Edi Rama. 1. Bloku i madh i Miladinit dhe Dushanit. E dyta, të persekutuarët, të burgosit, persekutuarët, të demaskuarit, e tjere, të internuarit, një parti. Një blok. Dhe tjetër, elektorati grija që e thash që janë të afërmit e ishte persekutuarve politik. Këta të mesit, këta mbajnë në këmbë komunizmin në Shqipëri, se komunizmi s'kishte vënd në Shqipëri. Në qoftë nuk e mbanin këta. Dhe janë këta që mbajnë. Edhe sot e gjithë ditën janë këta. Prandaj unë them atyre të persekutuarve që miqët mi që kanë qenë persekutuarve, që janë dhe sot persekutuar, u them, doni të shtoni Shqipërinë, kapini përveshi këta kushërinjtë e tuaj, miqët tuaj, kapini përveshi këtu, përveshi edhe futuni në përën fytyrës. Që të vi gjaku, të vej në vend në qëse o ka ngelu një fje gjaku këtyre pisave. Se po majmë qafë, le ne që na morëm një qafë, brezin tonë, brezion vajtina 70 sa. Po marim i qafë edhe Shqipërinë me gjorë. Shqiptarë dhe gjorë. Këta. Ka që kisha lëdhe për këta? Gjofer, shumë më konkretisht, më konkretisht. Partia Demokratike, që kam mbledhur rreth saj, janë bërë 20 sa partime, sa di unë 26. 26 sigla. Nësa Partia Socialiste është vetëm, dhe kjo tjetra, janë këto pjesa pasaj një koalicioni të retë. është e Lapaj me këtë Shabanin, nuk e di që janë, pasaj janë Linqori, ku një partit tjerë, pasaj e Grën Sheje, që dalin vete. Tani, është dhe një faktor tjetër politik që është gjykata speciale, apo SPAK-u, nuk po them gjykata speciale, prokurorët. Roli prokurorëve tani në këtë, si të thosh, roli politik i tyre, sepse ata po bëjnë arrestime. Qëllimi i tyre cili është sipas teje? Ka ndonjë qëllim ata apo thjesht po vazhdojnë atë misionin atë për të cilën ata janë krijuar? Qëllimi i SPAK-ut. Po ne kemi thënë që ka herë kemi thënë që SPAK-un e ka krijuar Jakobinët Amerikanë. Tani kur krijon ti një organ, gjykata, prokuroria që janë to, brenda kuadrit së punës, atë punë kanë ata, si punë aty do të vi ty një dosje për shembull. Kallëzim penal, ti je prokuror, te eri ty tratyn dosja. Ta e ndan ata, e traty dosja. Çfarë do bësh? Do fillosh hetime ti se ti do t'i dalësh në fund kësaj dosje, ose do ta pushosh, ose do ta çosh gjykatës, nuk ka prova, thoj do kërkoj pushimin e kësaj, ose nuk do hap çështje penale, ose do ta çosh në gjykatë për gjykim.
Po t'jesh ti. Cili do nga ne unë, po t'jetë. Cili do nga ne, po t'jetë. Për shembull, arrestimi i Erjo Veliajt, futja burg i Erjo Veliajt. Po. Ka larguar votues nga Partia Socialiste? Jo, më nuk largoj, edhe njerë, Ladi. Edhe njerë, Vladimir. Po e them dhe njerë. Po e përsëris për 100 herë. Për 2000 herë, nëse doni, e përsëris unë 2000 herë. E para, Partia Socialiste, Partia Enver Hoxhës, nuk largohet kur, sepse nuk ka as ideal që nuk ka matje që ta masi gjore, çfarë ka për ky vendit? Çfarë po bën ky vendit? Por çfarë po bën ky vendit? Nuk thonë ata zero. Ai nuk e mat me atë. Ai e mat me ty. A vuan ti? Po vuajt e ti, unë votoj për atë. Mjaftoi që të vuash ti. Kjo është mendësia e komunistëve shqiptar. Nuk kanë ata qasje si komunistët Jugoslav, si Miladini me Dushanin, që thoshin jemi Jugoslav një herë, pastaj jemi komunist. Jo zotri, jo, këta thonë jemi komunist, pastaj jemi shqiptar, qa shqiptar leshi. S'ka lidhje. Ka bërë pyetje në fillim. Ti më përgjigj shumë shkurt fal. Ke dyshim që mund të mos bëhen zgjedhjet apo s'ke dyshim fal? Jo, unë nuk kam zgjedhjet bën, se kam provë, jo, zgjedhjet do bën. Do bëhen zgjedhjet. Po zgjedhjet do bën. Ti më the për këto partitë vogla, sepse lam aty të partitë e vogla që kanë krijuar këta. Edhe këta të djatës, që si duash, janë një parti, një grupim, nuk janë një parti, po janë një grupim. Një grupim janë. E ndarë në mikroparti, sepse i kanë ndarë ata të majtët. Që t'i heqin vota Partisë Demokratike. Që t'i heqin vota, mo që të mos bën faktor ata, të mos jenë faktor. Pse ai ke parti si janë një parti ata, do thosh ti që po mos po flet broç kulla kot. Ja ta japun rasin tani, shemun tani. Ai mbani mend partinë e Shpëtimit Drizit ka konkuruar 4 herë në aleancë me PD-n. Po. E ke mbani mend? Po. Që të nesër me në fitore që morin votat, kaloi me aleancë qeverisje me Ramën. E mbani mend? Po. E mbani mend? Po. Pse kalon ashtu kur baza e partisë së tij, baza e partisë së tij, ose paktën shumica, ose një pjesë e partisë Shpëtimit Drizit, nuk është e majtë, është e djathtë. Janë çamët e persekutuar që nuk janë pak çamër të persekutuar, po përse mbana qendrim? Sepse Shpëtimi Drizi vetë është i majtë o zotri. Po Vangel Dule ka qenë në qeverisje me të majtën në Partinë Socialiste? Nuk e di, po mbaso ka qenë, nuk e kam mbretur, po mbaso ka qenë. Tani është brenda koalicionit të PD-s. Po mbaso ka qenë, nuk e di. Pastaj, po ta shikoni çfarë diversioni bën këta, Ladi. Po ti shikoni, këta të majtët, edhe ca që hiqe si nacionalistë, ke parta ca që hiqe nacionalistë nga këta ti? Edhe komunistë, këta dhe nacionalistë, ke parasysh ti? Se a ka logjik? I thonë, po si ka mundësi, bën thot aleancë, thot ai, thot, si qëtë ky, Shpëtimi Drizi thot me atë Vangel Duleve. A thëmë kështu, a i këtë gjua. Atëre o zotri, këta janë kaq dinakër, e kaq të përshtirë, që partia e minoritetit grek në Shqipëri, minoriteti, se mund, atje ka dhe tjerë minoranca, nuk ka vetëm minoriteti grek, po dhe partia e Shpëtimit Drizit, dhe partia tende time, cili do, janë parti shqiptare, janë legjislacionit shqiptar, konkurojnë në Shqipëri. Përfaqësojnë elektoratin e tyre. I cili elektorat, i nderuar Ladi, i cili elektorat është shtetas shqiptar. Dakordje? Po. Patjetër janë shtetas shqiptar. Ata janë shtetas shqiptar. S'ka lidhje të etnia këtu. Dhe s'ka lidhje fare, çfarë thonë këta. Po këta pse thonë? Se këta bëjnë rol e patriotit. Këta. Edhe hajdut të ndyrë, të fondeve publike, edhe patriot kë. Ty mua më jep lejë ndërtimi. Ty s'të jep ty. Se unë jam i këtyre, ky është toni ky. Ke pasysh që thonë ta? Ky është toni, thënë. Ladi së shtoni, Ladi. Këta e bën Edi Rama me Erjon Velin. Këtë nuk e ka thënë as Fatos Nano, as Enver Hoxha nuk e ka thënë. Edhe Enver Hoxha kur e thoshte, jepte konotacion klasor.
Ke pasur jetë konotacion klasor, po jo konotacion ndarje kështu në pozitat që jemi pozitat barabarta, jo biografike. Jo, këta e bëjnë vetëm këta. Ladi. Pra, shkurtimisht, kemi të bëjmë me tre grupime. PS-ja, komunistët, majtët tjetër, të djathtët që janë këta grupimi tjetër, dhe ajo ngjyra gri. Ajo ngria që të vjen për të vjedhë, kur i kujtojnë ata lapangjoz, servilët e ndyrë që lën kushërinë e tyre, i lanë pa varrosur kushërinë e tyre për të shërbyer kriminalit e në Rogja. Pra, tre. Në fakt do të bëj pyetje kështu, kjo duket si teknike, por nuk është fare pyetje teknike. Tani, do bëjnë zgjedhjet në 11 maj. Çdo parti paraqit listat e mbyllura dhe listat e hapura. Listat e mbyllura, të cilat i cakton vetë partia, kandidatët, që janë një numër i caktuar kandidatës sipas shaqeve. Tani, s'po ju referojnë partive të vogla, sepse problemi i tyre është a kalojnë atë nivelin për të futur në sa është 3%, sa është në Shqipëri, që të futen në parlament, që të kenë zgjedhur, pastaj është problem tjetër. Po dy partitë kryesore, me qenë se në listat e mbyllura ju kërkohet partive 46 kandidatë, çdo parti të paraqisë 46 si shpërndarë sipas shaqeve. Qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, 46 deputet do i marrin. Kështu 46 plus 46, 92 deputet janë caktuar pa u bërë zgjedhjet. Sepse janë me listat e mbyllura, sido që tjetë prefer ky lloj numri garantohet. Pra, zgjedhjen në vërtet do bëjmë për diferencën, për 48 deputet. Të cilët janë të listat e hapura dhe shkon në parlament ai që fiton më shumë të listat e hapura sipas partisë, etj. Është punë llogaritësh, pastaj llogaritë matematike. I pyetje kam këtë tani. Këto 48 deputet që janë në listat e hapura, sipas teje, ekziston mundësia që këta të jenë çik deputet të lirë, pasi më mbrapa të pavarur shumë nga partia? Pse? Do të bëj një shembull, do të jap një shembull konkret. Në Tiranë do konkurrojnë 37 deputet, 37 kandidatë, për Partinë Demokratike, 37, ku do zgjidhen maksimumi 2 apo 3, diçka tillë i bie. Ndër 37 e lista që janë lista hapura, ose 2 ose 3 mund të shkojnë të bëjnë deputet. Më pak se 5 me kanë. Probabiliteti është i vogël. Aty tani këta deputet, në momentin që të fitojnë zgjedhjet, do ta quajnë si merit të tyre personale, Xhafer. Se këto listat e hapura kanë edhe këto rrezikun e tyre. Domethënë, imagjino si unë të isha futur me Partinë Demokratike dhe lista 37 njerëz dhe dalin parit nga listë, të bëjmë deputet. Nuk i them faleminderit as Sali Berishës. Një faleminderit ja them se në fundit e listat e hapura. Por, se i bëri me primare. Por i them faleminderit vetëm vetes time, sepse ato vota i mora unë, nuk i mori partia. Atëherë shkoj tani. Është një gjë tjetër. Kjo çfarë mund silli tani kjo? Kjo një rrezik tjetër, ne duket se është më shumë demokraci. Unë nuk mendoj se ka probleme të këtij lloji, sepse ata i vërtet i fut në listat hapura, ata vënë në listat hapura. Mirë, po ata që votojnë janë po njëjti elektorat. Është elektorati nuk hiqe nga mendja ndonjëri që është në Shqipëri që fantazon se do votoj socialistët për ndonjë që është në burrimir nga këta, nga demokratët, apo anasjellras. Apo demokrat këtej do votojnë për një burg të mirë që është socialist. Ndjes pas të vdiq një deputet i PS-s këto ditë, dje sot, ndjes pas i ndjeri Arasani. Andis Arasani. Edhe disa demokrat me drejtë vdiqin normal, largon nga jeta, nuk ashtu, po e vlerëson ashtu, por disa vlerësonin dhe politikisht. Kur ai politikisht e një ekstremist i majt. Disa këta ishin kaq idiotë këta, se flitet kur vdes tjetri, kur vdes tjetri. Jo, kur vdes tjetri,
Kur vdes tjetri i vlerësohet si njeri, po ka qenë njeri me vlera, ka qenë kështu, ka qenë i dhimbshur, ka qenë i mirë, ka qenë i tillë, po. Por jo politikisht. Zotrin nderuar, flasim për përfaqësim politik, jo si shton ata të djathtë, ke pasur janë ca, si thot ai Enkeleti, ai thot oferta jonë, thot ai. Ai çfarë përdor shprehjen oferta, ai e kthen në biznes. O zotri, nuk është ofertë, politika nuk është ofertë. Politika është përfaqësim politik, përfaqësim i vullneteve politike. Jo, Xhafer, se e kam fjalën këtu tani. E kam shumë konkrete këtë pyetje, se kjo pyetje për mua është shumë e rëndësishme. Dëgjoj tani. Po e marrë dhe njerë Partinë Demokratike, se na intereson shumë opozita se sa Partia Po patjetër se na po flasim se po, se flasim funksion që të thyet kjo situatë që. Tani, Partia Demokratike ka futur, po themi për Tiranën, nuk e di as 12 apo më i madh, po 12 kandidat të listat e mbyllura të cilët e kanë të sigurt. E kanë sigurt 100%. Ata nuk kanë rëndësi marrin mos marrin vota, nuk i thonë njerëzve ata votoni për mua, se janë të listë mbyllur. Tani, këtu është dhe një luftë e brendshme midis partisë dhe kandidatëve të tjerë, se ti thua po votat e demokratëve, dakor, po unë demokrat jam. Unë jam i kandidat demokrat, që më ka futur Partia Demokratike, po unë jam deputet demokrat, po Partia Demokratike mua më bëri një lloj padrejtësie në krahasim me këta të tjerë që i futit e listat e sigurta. Mos e lidh pse lan. Nuk është faj sa, është ligji elektoral i tillë që i bën. Jo pse e lan ata. I bën për të përçarë pra dhe kjo, se është dhe kjo i formë përçarje o Xhafer, për t'i vënë kundër një tjetër. Po t'isha unë, Xhafer, po t'isha unë, të them sinqerisht, në fusin mua në listat Partia Demokratike, kjo sa do dilje i pari tek listat e hapura, nuk do t'i pyesja më fare ata tjerë. Sepse tim ke futur të listat e hapura mua, ti po të më respektoje, po doje mua të vlerësoje se unë mund të sjell ndryshime tjera, ti më futje të listat e mbyllura, sepse te listat e mbyllura janë të njëjtit persona, Xhafer, që nuk kanë dhënë një provë kush e di të mirë. Nuk po them të fushit të rinj në moshë, Xhafer. Unë, Xhafer, them që një ndër problemet që ka Shqipëria është që deputet, është kjo shklarje e trurit, që të vinë djemë dhe vajzat e rinj. Të vinë të rinj, djemë dhe vajzat e rinj. Ç'është djemë dhe vajzat? Parlamenti do të jetë vend me njerëz të pjekur me eksperiencë. Jo, doli nga bankat e shkollës apo erdhi aty ajo, ditë të rrugullohet, ditë të ndryshojë zërin, të futet në parlament. Do po tjetë për mua, unë jam që Shqipëria do të ketë senator, jo deputet, kuptimin mosha e çdo njeriu që shkon në parlament do të jetë paktën 40 vjet, mbi 40 vjet. Unë do të rinj në politik, jo moshë të re. S'ka lidhje fare mosha. Tjetë i rinj politik, njëri që ka vërtet një rezervë energjie që mund të kontribuojë në situatë vështirë. Ka kurajën, ka eksperiencën, ka të gjitha dhe mund t'ja vinë çka. Tani, e kam fjalën këtu në kjo. Këto tani këtu do lindi një kontradikt vetvetiu midis 12-shës të për Tiranën. Të listës së mbyllur dhe ata 3, 4 apo 5 do fitojnë të lista hapur. Se ata 3, 4, 5 do fitojnë të lista hapur, do punojnë shumë më tepër se sa këta të tjerë të Xhafer. Sa aty është konkurrenca shumë e madhe, të 7 vende do futen. Ata në fundit do ta ndiejnë si një fitore të tyre personale këtë jo të partisë. Sepse kjo është provuar me partitë e vogla, Xhafer. Sepse ky lloj sistemi kështu, o bëhet gjithë partia i vendos vetë, ose mos i ndaj njerëzit, këta janë të mbyllur, këta janë të hapur. Këta e kanë bërë qëllimisht, Xhafer, është një lloj, për mendimin tim, një lloj mekanizmi, njerëzit janë të përçarë, ti i fut akoma përçarje tjetër. Një lloj mekanizmi për t'i ndarë njerëzit, Xhafer, për t'i përçarë. Sepse e kam parë, Xhafer, me këto partitë e vogla në Shqipëri, të cilat çfarë bënin në zgjedhjet lokale, sidomos, për të rritur votat e tyre në total, dhe i thoshin një personi, një bashkinë, po marrin kulturën, siç thotë, për metin. Futu kandidat për bashkinë ty, ose antar këshilli antar i bashkisë, antar i këshillit bashkiaqare në përmet, po themi. Futu me partinë time, sepse këtu do të procedojë lista, se zgjedhjet do ta semra për t'i futur.
aty, se janë gjithë ato emra, do të futesh, do të gjesh 186 emra. Nuk është lehtë ajo për një parti të vogël. Ti futu, financoj vetë dhe fito vetë. Çfarë ka ndodhur me këta gjëra? Është konkrete. Në momentin që këta kryetari i asaj partie ka futur këta si kandidat, sa edhe i ka thënë, fito vetë, më mbrapa, madje ai nuk ja ka përmendur njerëzve as emrin e partisë. Fare, sepse ka pat frikë se mos po i ngatron njerëzit pastaj. E ka parë vetëm si një mundësi të jem personale për të bërë ata këshillit një bashkie. Dhe e vërteta është kjo, se i kam takuar këta njerëz që kanë patur parti të vogla, kanë futur ata bashkie, po të më dhënë antar bashkie gjithë Shqipërinë, titri 5, titri 3. Kur ata janë bërë pastaj ata këshillash, i kanë prerë lidhjet komplet me atë parti që i bëri fitore, sepse e kanë konsideruar si një fitore të tyre personale. Sepse ti më fute mua, po ti nuk ose më mbështetë si parti. Ose qartë Partia Demokratike për fushatën e vetë, para banktar, për të marrë vota, Xhafer, se nuk është problem partisë. Ta vota do i marrin vetë, sepse personi që do votoj këta, do shkoj t'i gjej emrin të 37 emra të atje. Domethënë, kur të marri ky ato që dali i parë, është merit personale i këtij, Xhafer. Sepse do i thoj Xhaferit gjatë, se Xhaferi po diset nga shtëpia për votuar, do thotë, çfarë do votosh Partinë Demokratike, të di për personat. I pa ty lufta është në midis personave. Në Xhaferi do shkojë te Partia Demokratike, do zgjedhë nga 77 vetë në Tiranë, do zgjedhë atë person që ka thënë, do votosh këtë. Aty është lufta. Ajo lufta aty Xhafer është gjitha personate. Kjo çfarë mund të rrezikojë për mendimin tim? Për të gjitha dhe për Partinë Socialiste ekziston ky rregull, jo vetëm për Partinë Demokratike. Mund të ndodhë kjo tani që bëhen zgjedhjet, 46 ta i kanë, 46. Kjo pjesa tani që ka fituar me forcat e veta dhe skuptohet dhe si kanë hyrë për lista, Xhafer. Sepse kjo pjesa e hapur, këtu është pislloku në vërtet, nuk është demokracia. Duket si demokraci, se po zgjatem shumë me këtë, por këtu është hilja, sepse këtu hidhet para pastaj. Se që të bësh ti 5.000 vota, do të takosh 1.000 njerëz ti thosh voto për mua. Se kush e di se ti jetë nga emri 37, do i thosh ti vetë. E kupton? Dhe mund të ekzistojë rreziku që këta të gjithë tani, qoftë nga PD-ja, qoftë nga PS, ata quajnë si fitore të personale, do takojnë me një tjetrin, do t'i nxjisi dikush nga jashtë, do i thojnë ç'të duhet ty me Partinë Socialiste, me Sali Berisha apo me Edi Rama. S'votoj Edi Rama aty, nuk të pruri Edi Rama në parlament. Të pruri puna jote, të pruri ne që të mbështetën me tjetër, dhe të bëjë një parti veçka, një parti të përzier, Xhafer, kjo do të ekzistojë si rrezik, bëjë një grup misto, si quhet, një parti të përzier dhe krijojnë në këtë mënyrë krijojnë një lloj poli të tretë artificial këta. Atëherë. Ky poli të tretë artificial, Xhafer, bëhet pasaj i tillë që mos bëhet qeveria, asnjë anë as tjetër. Dhe mos bëje qeverisë, vështirësia e qeverisë, është shumë më të rrezikshme se sa i rezultat fitoi partia. Atëherë. Dhe e balavdhet do të bëj pyetjen, nëse do ndodhi në një gjë tjetër që se realizohet do të thuhet sepse këta një pjesë e këtyre largohet dhe kujto, do ketë presione Xhafer ka mafia. Kujtoi Sali Berisha, ka vrarë njerëz në shtatën e Birama, papai Krista Qerama ka vrarë njerëz, do i bëhet gjithë kjo presion këtyre largohet. E kuptova. Ladi. Bravo. Edhe zbët qeveria, a ekziston mundësia sipas teje pasaj që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkë për dalë nga kjo krizë të bëjmë bashkë qeveria? Atëherë. Po përsëris prapë të njëjtë gjë që unë kam thënë me vite të tëra dhe që më ka rezultuar 100% saktë. Partia Socialiste në asnjë rretham nuk mund të çajë. Nuk mund të ketë shizm nga Partia Socialiste. Pse? E kemi thënë. Partia Socialiste është partia e Enver Hoxhës, është partia e luftës së klasave. Në një shoqëri pa klasa, është partia terroriste që i ka bërë gjëmën Shqipërisë e shqiptarëve. E dyta, Partia Demokratike, sa do të çajë, fragmentarizohet, por bërthama e saj do të ruajnë. Pse do të ruajnë? E ka ruajtur, e kam thënë dhe vitet të shkuara, e ka ruajtur në 97, që ishte gati eliminuar, me pluma, me gjëra. Pse e ruajtën? Përkundër asaj
që thamë pak më herët, që fatos Lubonja to ky gumenër, stër gumenë, stër Lubonjat, stër leshkër, stër ngjelët me shok, këta janë pakica në radhë të shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare në përmbysjen e madhe që bëri komunizmin 45-ën. Ajo që përmbysi komunizmin 45-ën janë shtresat e mëdha konservatore që vinin nga historia, që vinin nga historia. Të gjitha ato janë të Partia Demokratike, pavarësisht se ndonjëri shkëputet sepse për xhelozi, për 100 arsye, duket vetja sikur është i Zoti, duket vetja sikur është i mirë, sikur është i Zoti se të tjerë, të tjerë. Këta do të ikin, mund të ikin e mund të bëjnë çfarë duan, por thelbi i bërthama e Partisë Demokratike do të qëndrojë. Sa do të afuqizoj pastaj, se sa do të afroj të rinje, ku dun çfarë, flukset e reja, kohezioni social. Kjo varet në dorë të atyre, nuk varet në dorë tonë. Neve kemi për detyrë ta themi, ta konstatojmë që kështu ka për të ndodhur. Dhe unë dua që të mbaj shënim që të mos harrohet, të kujtohen në këta analistët që bëjnë. Sado që të mundojnë analistët, sado që të mundohen, nuk është analistët televiziv, siç keni ju, nuk janë ata dy vëllezërit e kolonjës, mik. Nuk është ai kolonja, ai kolonjari tjetër që tall ai Andi Bushati e bën legenda atje. Nuk është ai nga Tepelena, mik. Jo, ka bi nena ashtu në Shqipëri, ka bje me vajza të arsimuara, që janë nga familje të persekutuara, unë nuk i njoh personalisht, sepse s'kam lidhje me ta personalisht, por unë i njoh për shkak të dokumentave që lexoj, për shkak të listave që unë kam. Listave komuniste, listave të persekutuarve, listave të internuarve, listave të demaskuarve, listave të këshilluarve e të tjerë. Në kohë komuniste dhe unë i njoh. Dhe disa zot janë ata. Nuk është ai na Pogradeci, nuk është ai që ata Sorosit, ata kryshte Sorosit që mi nxjerr ai sikur janë persekutuar, mik. Ja shet opinionit publik shqiptar se ja këta janë persekutuar thot. Nuk është ai Nafieri, ai që Sali Berisha bëri ministër. Edhe çfarë ministri, ministri drejtësie, mirë është, ministri drejtësie një hiç, një zero me xhuf. E bëri Sali Berisha, ministri drejtësie, kur të tjerët, kur juristat e tjerë të zot rrini rrugëve të Tiranës me një çantë avokati në dorë shkonin në përgjyqje, bitë persekutuarve politikë që unë njoh mirë, një pjesë e tyre kanë në shok. Nuk është kjo që din këta. Nuk është televizion, nuk është opinioni publik shqiptar, ai që na përcjell ai News 24 që ka ai. Çka? Ose ai Alexander Franga, ai në aluvionet e Lezhës ande, që George Soros i e bëri miliarder. Nuk është ai tjetri, ai trafikanti drogës që bëri kanal televiziv ai. Ai që la kokën ande në lanë ande se nga la. Kanë këta. Mendimi analist dhe intelektual shqiptar nuk është për studio televizive, Olandi, ta thëresa Bleni Fevzi, Olandi. Jo, a do t'i gjesh ata, se ku janë? Ata i kenë për biblioteka, për arkiva. Ata që kanë mend në këtë vend, ikse në arkivi gjenë, në bibliotekë. Gjenë në televizion, në Slovenë ata edhe po t'i ftoi ai kolonjari. Nuk të vetaj. Xhafer, se koha ka ecur shumë, me thënë drejtën, unë do të bëj një të fundit të ta mbyllësh ti, dhe pastaj do bëjmë prapë video tjera, Xhafer, për punën, do të diskutojmë për zgjedhjen. Evolimi i luftës në Ukrainë do ketë ndikim për zgjedhjet, me fjalë për të ndryshuar këto ekuilibrat e partive që marrin pjesë në zgjedhje. Dhe për ta mbyllur pastaj për Tiranën, po marrim Tiranën, ti si të orientoje njerëzit për këtë parti, një, edhe nëse ke një kandidat preferuar të Tiranës, thuaje. Atëherë lati për pyetjen e parë që them, a ka ndikojnë ngjarjet, zhvillimet në Ukrainë e tjerë. E paraqiten në Shqipëri nuk ndikojnë fare sepse Shqipëria nuk është faktor ndërkombëtar. Nuk është faktor ndërkombëtar sepse edhe një pozitë gjeografike të favorshme që kishte në Shqipëri nuk ka se çfarë marrin më, nuk ka interes për të marrë se çfarë kishte për të marrë në Shqipëri është marrë.
I kanë marrë. S'ke çfarë jetë. As naftë nuk e tu japësh, as kromës, as gjitha këto, ata i kanë marrë. I kanë marrë këta hajdutët e vendit. Këta kusarët. Pra ne s'kemi gjënvi. E dyta, partitë tona politike, dy kryesore, dy bloqet kryesore, siç e thash, dy bloqe, dy krahat po themi, kanë të njëjtën qasje në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Don shqiptarët, politika shqiptare duke qenë ne jemi popull i vogël dhe të veçlit, karakterizohen nga servilizmi. Dhe kujt i servilosen më të madhit dhe më të fortit. Kush është më i forti? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka rëndësi se kush është në Amerikë, është ai Jakobini Biden që iku apo është ky konservatori që sot, Donald Trump. Nuk ka rëndësi, këta vetë dhe siç e keni parë ditë e fundit, servilimi i madh i Donald Trumpit është bërë kryeministri i Shqipërisë. Në gjithë hapësirën botërore. Është servilimi i madh. Dikur doli hapur shkoi deri në Amerikë, Që ishte Kongresinë amerikane, që do jetë fundi i botës po të votojë Trumpi. Kjo është e para që nuk ndikon fare, nuk ndikon. A ndikojnë amerikanët këtu të tashojnë? Unë nuk besoj se do ndikojnë edhe amerikanët në favor të opozitës. Ambasada amerikane s'ndjehet fare për shembull. Po nuk ndjehet se pse e goditi zgjedhja e presidentit amerikan atje, sepse ishte bërë bozë. Ata ishin në vinë e parë përpara. Ambasada amerikane ishte bërë në bozë, bile mirë që fitoi Donald Trump i president që i kryoi fije dinjiteti ambasadës amerikane. Kjo është e parë. E dyta, për sa më thatë për zgjedhjet në Tiranë. Normalisht siç merret vesh, unë jam antiqeveritar, jam kundër tyre sepse e njoh krimet që ka bërë Partia Socialiste, që unë nuk e ndaj nga Partia e Punës së Shqipërisë, Partia e Punës së Shqipërisë, Partia Komuniste, Partia e Punës së Shqipërisë, Partia Socialiste është një. Duke qenë një, krimet që kanë bërë ata janë të pallogaritshme. E para. Dhe unë në asnjë rrethan, sikur të kisha jo një jetë, po 5 jetë, po të kisha, unë nuk votoja në asnjë rrethan për Partinë Socialiste, për Partinë e Enver Hoxhës. Pikë. E dyta. A do të ishte opozita kjo që dua unë? Kjo opozita është ajo që dua unë? Jo. Edhe kjo opozit nuk është ajo që nuk e dua unë kështu opozit, nuk është opozit për çfarë mendojmë ne. Opozita unë e dua ndryshe, zotëri. Unë jam sovranist. Konservatorizmi e djata. Konservatorizmi është sovranizëm. Është tjetër gjë se ne jemi të vegjël, po ne kemi dhënë një sovranitetin, një pjesë të sovranitetit e kemi dhënë në marrëveshje. Kur kemi hyrë në NATO, kemi bërë marrëveshjen e antarësimit në NATO. Dhe aty në NATO, në traktatin e NATO-s përcaktohet se çfarë lë ti si vend antar. Në Shkëmbin Sigurisë. Po çfarë lë ti aty? Në dorëzim sovraniteti. Sa pjesë të sovranitetit lë ti? Ja dorëzon NATO-s. Sepse po i dorëzon mojtën, po i dorëzon sigurinë. Ose tjetër lë marrëveshje. Çdo marrëveshje që bëhet ndërkombëtare, ku Shqipëria është palë, atëre cedon sovraniteti, është gjithmonë çdo marrëveshje. Secila nga palët në nënshkruese cedon pjesë nga sovraniteti. Edhe gjykata ndërkombëtare, që është e drejta e njeriut ose gjykata ndërkombëtare, është gjykata ndërkombëtare që drejta shqiptare, drejta në Shqipëri ka ceduar në favor të asaj gjykate. Po. Do ne cedojmë, cedo këtu në favor të pjesës tjetër të sovranitetit. Ke hequr pjesë sovranitetit. Po ata është komplet tani. Ke hequr këto ti dhe ja ke dhënë atij që ai ato organe të ruajnë ty këtë pjesë sovraniteti që ti e ke mbajtur për vete. Të ta garantojnë ato. Që të garantojnë sigurinë tënde. Po bravo. Jo ti lë vështit të gjitha dhe ti s'ke fare. Dhe për çfarë duhet kjo ndonjë sovraniteti? Për çfarë do të sigurojnë ata kur ti ke dorëzuar të gjitha? Ti ke dorëzuar të gjitha. Unë këtë opozit nuk e dua. Këtë opozit nuk e dua. Por pse voton, do të thotë, natyrisht njëri, po pse voton dhe kur se do kështu, por unë votoj që edhe prapë të mbetet në opozit, të jetë një opozit që ta frenojë në një farë mase këtë regjim të urryer. Votoj që vota ime të mos shkojë dëm, të mos digjet, po të bashkohet me votën tënde të këtij tjetrit, që të frenojë shkeljen e të drejtave të njeriut që bën ky regjim kaq i urryer dhe kaq barbar, që nuk e ka njohur historia e Shqipërisë.
Xhafer, kandidat preferuar ndonjëherë është? Këto mbështetje. Unë nuk e di fare se kush janë. E Partisë Demokratike. Nuk e di fare se kush janë. Kanë dhënë akoma emrat, po ndonjëherë që ti ke në kokë që edhe mund të jetë aty. Ja, nuk shkruajm fare unë për këto, për difere kështu, nuk e di, se di fare, nuk kujun. Nuk se kam në një gjë unë. Unë do të përqeja, di që do përqeja, unë do përqeja një kandidat, unë do përqeja një deputet që të lexoj. Nuk e di, e ka fiksim. Po të them një emër për shembull, u fut Altin Goxha tek lista e hapur. Do ta votojë Altin Goxha për shembull. Do ta shikoj çik pak më ndryshe se sa të tjerët. Po ai ato që ka bërë atëherë me vaksinimin, me pandeminë, këtë aktivitetin, ishte atë pjesën e Sorosit që ai ka qenë informacion. Po aty ke disa të rinj, për shembull, ke Altinin që është pozitiv, edhe Kreshnik më falni Osmanin. Po Kreshniku është bashkë me këta? Jo, nuk e di se si janë, nuk e di se si. Tash, unë nuk e kam ndjekur politikë, unë se kam ndjekur politikë, nuk e ndjek. Por këta dy Kreshnik Osmani dhe Altin Goxha janë energjik për ato që mbrojnë. Po, bravo. Se ato që janë aktivistë, për shumë aktivistë në kuptimin e drejtave sociale, kujton, sepse mos harrojmë Xhafer tani se njerëzit harrojnë letë, po pandemia ka qenë diktatura ashpër, sidomos në një periudhë të caktuar kohe. Ata pak njerëz që ju kundërvojnë asaj diktature duhet të vlerësohen në një farë mënyrë me votë. Po pra, po këtë po them, se këta dy më kujtuan tani se mbaso ka dhe tjerë, po Altin Goxha. Se unë personalisht të këta do e orientoja votën. Altin Goxha. Këta njerëz që kanë dhënë një provë konkrete që nuk janë nënshtruar diktaturës. Altin Goxha, Kreshnik Osmani, ndonjë tjetër nga këta të rinj, këta janë më pozitiv, më të qartët, më të qartët në atë që kërkojnë dhe më të kthjellët në mënyrën se si e bëjnë. Pastaj Partia Demokratike është parti e madhe që do sa më shumë vota për të përballuar këtë makinerinë shtypse të krahut tjetër. Për këtë thashëm, po. Nga këta të rinjt, këta dy janë që unë kam konsiderat për ta. Xhafer, mbaroj për sot. Kaloshe mirë, faleminderit. Përshëndetje gjithë njerëzit, mirupafshim, djam e vinë ardhshme. Faleminderit.